Përshëndetje të nderuar teleshikues, jemi përsëri së bashku në emisionin Përqasje. Dhe sot do t'i përqasemi zhvillimeve politike në planin pan-shqiptar dhe më gjerë, po në optikën e një diplomate. Pra përqasja do jetë analizë diplomatike dhe kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që i ftuar e ditës sotme është diplomati i karrierës, zoti Lisien Bashkurti. Faleminderit zoti Bashkurti që pranuat ftesën. Faleminderit juve. Sigurisht, ftesa nuk vjen nga hiçi. Unë jam lexues i rregullt i opinioneve tuaja në vëmendje të lexuesve të shtypjes të shkruar dhe besoj që kam një interes të veçantë opinionet kur vijnë nga, po themi, klasa diplomatike, nëse mund përdorim këtë term. Por fillimisht do më interesonte të trajtonim problematikën e shqiptarëve në Maqedoni. Besoj që fjala e shqiptare thotë që gjua shkon ke dhëmbi që dhëm. Dhe në këtë rast besoj se rasti i Maqedonisë është dhëmbi që dhëm, për shkak të zhvillimeve të cilat janë deri të rrezikshme. Filluan nga momente religjioze, tashmë kanë në momente interetnike dhe sigurisht përgjegjësia është politike. Si gjykoni këto zhvillime në optikën tuaj prej analizës diplomatike? Janë të rastishme apo vijnë për shkaqe dhe projekte të caktuara në këtë zonë? Situata në fakt në rajon është ndër më të përkeqësuarat në Maqedoni. Kriza politike në Maqedoni ka 3 dimensione, është krizë e marrëdhënieve ndëretnike shqiptaro-maqedone, është krizë e marrëdhënieve politike dhe faktorëve politik që drejtojnë vendin, por është edhe krizë gjeopolitike, pra rajonale, krizë e marrëdhënieve midis Maqedonisë dhe Greqisë për çështjen e emrit të saj. Një krizë e tillë me 3 dimensione, sigurisht që ka lodhur shumë shtetin e Maqedonisë, e ka destabilizuar politikisht. Do të kujtojmë është një shtet i ndërtuar pas luftës së dytë botërore, për të qenë. Po, ajo ka qenë bile republikë në kuadrin e Jugosllavisë pas luftës, e për të parë pavarësinë e ka shpallur në vitin 91 pas shpërbërjes së Jugosllavisë. Kjo krizë me 3 dimensione ka shkaktuar situata shumë të padëshiruara në marrëdhëniet midis shqiptarëve dhe maqedonëve. Unë mendoj se thelbi i problemeve që kanë lindur në Maqedoni dhe që vazhdojnë të përkeqësohen qëndron në politikën zyrtare të qeverisë maqedone, në mënyrë të veçantë të partisë që është më e madhe nacionaliste VMRO-DPMNE, e cila që nga fillimi i saj ka artikuluar një politikë që ka shkuar përkundër frymës, parimeve dhe synimeve që ka patur marrëveshja Kuadër e Ohrit, e cila është një marrëveshje instrument juridik ndërkombëtar dhe që obligon të 3 palët firmosëse, palën shqiptare, maqedone dhe faktorin ndërkombëtar. Qeveria aktuale maqedone, e cila ka 8 vjet që qeveris vendin, e ka orientuar tërësisht politikën drejt doktrinave historike politike të vjetra. Vetëm brenda 2 viteve të fundit ajo ka investuar 320 milion euro për të ndërtuar historinë e të kaluarës, që është një histori fiksion, sepse nuk kanë fakt të bëjë asgjë lidhur me Maqedoninë antike dhe vlerat e saj. Kjo do të thotë që politika nacionaliste jo vetëm që ka përkeqësuar tashmë situatën politike dhe etnike, po ka rënduar edhe ekonominë maqedone. Nga këto 320 milion euro, unë mund të them që rreth 70% janë produkti takspaguesve shqiptar. Pra asgjë nuk kthehet prapa tek shqiptarët nga investimi i madh që bën komuniteti ynë atje. Kjo situatë natyrisht nëse nuk do të marrë zgjidhjen e duhur në të 3 dimensionet, marrëdhëniet ndërretike shqiptare, në marrëdhëniet politike midis faktorëve vendas dhe në zgjidhjen e emrit, do të vërë seriozisht në dyshim ekzistencën dhe funksionimin e këtij shteti. Mund të kujtojmë që ju nuk e referuat faktit të problematikës interreligjioze në Maqedoni. Mund të kujtojmë që kisha maqedonese nuk njihet nga kisha serbe. Mund të kujtojmë që Bullgaria ka një qëndrim të caktuar problematik në raport me Maqedoninë, për shkak edhe të faktit që sapo përmendëm. Është një shtet i ndërtuar pas luftës së dytë botërore dhe për motivacione gjeopolitike brenda ish Jugosllavisë. Ndoshta një nga elementet ka qenë edhe ridimensionimi modest i serbëve që dominonin, po një mund të ketë qenë dhe përçarja e shqiptarëve. Sigurisht ka pas shumë faktorë që kanë krijuar Maqedoninë në kuadër të ish Jugosllavisë së Avnojit. Kanë qenë faktorë që kanë synuar për të ruajtur balancat midis serbo-kroatëve dhe slovenëve, pra të konceptit federal që ka pas Jugosllavia. Kanë qenë element që kanë synuar coptimin dhe fragmentimin e faktorit shqiptar në disa republika për menaxhimin më të lehtë të çështjes etnike shqiptare, po ka patur edhe elemente të tjerë të cilët në konceptin e organizimit unitar federal komunist
kanë synuar që të krijojnë edhe shtete tampon për të shmangur konfrontimet e drejt për drejta midis nacionaliteteve të forta dhe shteteve gjithashtu të fuqishme rajon. Por pavarësisht se ka probleme edhe me Bullgarinë, ka probleme edhe në Serbinë, në krizën aktuale nuk janë këto dy faktorë që intervenojnë dhe ndikojnë për përkrisimin e krizës. Këto ndoshta nuk i ndihmojnë zgjidhjes së shpejtë të krizës, por nuk janë këto faktorë themelor. Faktori themelor lypet kërkohet që nuk po respektohet marrëveshja kuadër ori, që është marrëveshja juridike ndërkombëtare mbi bazën e cilave është ndërtuar rendi kushtetues, juridik, institucional, politik dhe multietnik në Maqedoni. Pala Maqedone në mënyrë sistematike shkel parimet themelore që rrjedhin nga kjo marrëveshje kuadër. Pra është një shtet, është një qeverisje që nuk është lojale me të drejtë ndërkombëtare publike dhe me traktatet që ajo vetë i ka firmosur. Por roli i shqiptarëve, zoti Bashkuri, mos harrojmë që kemi një parti e dalë nga radhët e luftës, e cila bashkëqeveris është partia e zotit Ali Ahmeti. Si e gjykoni? Unë mendoj se leadershipi politik në tërësi në Maqedoni, Partia e Bashkimit Demokratik për Integrim, edhe Partia Demokratike, sikundër edhe disa forca tjera më të vogla, mendoj se kanë ardhur duke u zbehur edhe kanë ardhur duke lëshuar shumë terren politik dhe demokratik. Por hir të konjunkturave shpeshherë ndërkombëtare, sipas cilave shqiptarët nuk duhet bën faktor destabiliteti, faktorët shqiptarët duhet të kontribuojnë paqes, mbi funksionimit të atij shteti, ato kanë shkelur dhe kanë lënë në shtek të lirë për të cënuar parimet themelore me të cilën është ndërtuar Maqedonia si një shtet multietnik e multikonfesional. Unë mendoj që leadershipi politik shqiptar aktualisht mban përgjegjësinë kryesore që shqiptarët po lëshojnë terren politiko-demokratik dhe nacionalizmi maqedon në fakt po i bën dëm të madh shtetit maqedon në tërësi, po krijon tensione në rajon, po padyshim gabimin edhe fajin edhe përgjegjësinë e kanë edhe shqiptarët të cilët janë bashkëqeverisës për afër një dekade e gjysmë. Duke u referuar komponentit shqiptar, jo vetëm Maqedonas, por atit, ne të themi jemi 5 shtete në faktori shqiptar është përbërës në 5 shtete rajonale. Duke referuar vullnetit të tij europian, oksidental, që le të themi prej shekujsh, dhe sot në dimensionin politik, në gjitha sondazhet, rezulton që vullneti shqiptarëve është vullneti europian, integrimi europian. Kjo ndodhe në Maqedoni. Komponent Maqedonas nuk kanë parametrat të ngjashëm. Si e gjykoni zhvillimin e Maqedonisë në këtë dritë vështrim të integrimit, faktorin shqiptar sa kontribues? Shikoha, ju keni drejt kur thoni që shqiptarët në tërësi janë të mirë orientuar drejt perëndimit, respektivisht drejt Shteteve Bashkuara të Amerikës, Aleancës Atlantikut dhe Bashkimit Evropian. Për këtë nuk ka asnjë dyshim, të gjithë sondazhet, të gjithë studimet që janë bërë, të gjithë forcat politike, të gjithë organet, institucionet përfaqësuese demonstrojnë një vullnet të përbashkët të shqiptarëve në tërësi në rajon, në orientimin e tyre perëndimor. Kjo lidhet me historinë tonë, lidhet me identitetin tonë evropian, lidhet me kontributet që kemi dhënë në këtë kontinent, lidhet edhe me frymën dhe filozofinë e popullit shqiptar që nga koha formimit nacionalizmit, i cili është krijuar si nacionalizëm modern mbi bazë një shteti laik, multikonfesional, multikulturor dhe ka patur si filozofi shprehjen e Naimit pa jak këtu o dritë që linda ndej nga perëndon. Kjo filozofi 150 vjeçare ka buruar nga filozofia dhe formimi i popullit shqiptar. Edhe zhvillimet e fundit, do të thënë emigracioni i jashtëzakonshëm që kemi pas, i tërë është orientuar drejt perëndimit jo rastësisht, po ka shkuar aty ku ka gjetur veten e vet dhe ku është integruar më shpejt. Por në Maqedoni shqiptarët nuk kanë pas shumë forcë dhe nuk besoj nuk do të kenë forcë për të ndikuar lidhur me përshpejtimin e procesit të integrimit të Maqedonisë. Shikoni çfarë ka ndodhur. Ka kaq vite që është ngrit ekipi negociator për çështjen e emrit në debatin me Greqinë dhe asnjëherë shqiptarët nuk janë përfshirë në këtë proces. Çështja e emrit është pa interesuar se ka të bëjë me Maqedonin. Çështja e emrit është çështje e shtetit. Çështja e shtetit është çështje shtetasit, është çështje e qytetarëve. Si mundet ta nashkalohet nga një çështje kaq e madhe, që është emri i shtetit, një popullsi që përbën 30% të popullsisë së vendit, madje si komunitet etnik, tërë treguesit janë që ka gjartë jetë më shumë se sa komuniteti maqedon. Pra të anashkalosh një komunitet kaq madh që konstitucionalisht është shtet formues, një çështje kaq kardinale siç është çështja e emrit, do të thotë që politika maqedone ka anashkaluar deri në shpërfillje rolin shqiptar, por edhe roli shqiptar është vetë tërhequr deri në pasivitet ndaj këtij procesi
duke konsideruar çështjen e emrit si një çështje e Maqedonisë, kështu duke konsideruar marrëveshjen e Ohrit si një çështje obligimi saj, duke lënë aventurizmin nacionalizmit ekstrem Maqedon shpenzoi financa publike marramend se gati gjysmë miliardësh për të ngritur ikona që s'kan ekzistuar kurrë në atë vend, thjesht për të ndërtuar një shtet mbi bazën e simbolikave dhe fiksioneve historike. Padyshim që shqiptarët kanë shumë përgjegjësi atje në mënyrë të veçantë përfaqësuesit politik dhe ato institucional, sepse shqiptarët janë në parlament, shqiptarët janë në qeveri, shqiptarët janë në pushtetin vendor, pra shqiptarët janë të pranishëm në institucionet dhe në organet vendimarrëse të këtij vendi. Që edhe përgjegjësia e tyre është për të nënvizuar. Atëherë do më interesonte prognoza, analiza juaj në raport me zhvillimet në Kosovë, ndaj të cilave keni qenë gjithmonë i vëmendshëm, edhe po themi në integrimin evropian. Ju së fundi keni pasur disa artikuj në raport me ngjyra kritike karshi Bashkimit Evropian, në cilat thoni që tashmë po fusin në Bashkimin Evropian Serbinë që ndërtoi luftra, me vërteta tashmë është e certifikuar, të përgjakshme në Ballkan dhe lanë pas shqiptarët, duke referuar rastit Kosovës dhe rastit të Shqipërisë. Në këtë këndvështrim, pse përgjegjësia më e madhe është e Bashkimit Evropian? Duke qëndruar ke integrimi evropian jo më gjerë, ku hynë edhe politikat euroatlantike. Shikoj, shkrim dhe në përgjithësi pyetja që bën ju lidhet me raportin që neve kemi me Bashkimin Evropian. Raportet aktuale dhe perspektive. Duke abstraguar disa komponentë që janë drejt për drejt e përgjithësia jone brendshme, që kanë të bëjnë me mungesën e ndërtimit të shtetit të së drejtës, të demokracisë parlamentare, funksionale, të paaftësisë për të ndërtuar institucione në bazën e ligjeve organike, të kodeve themelore, ndërtimit të institucioneve të drejtësisë, të luftës kundër korrupsionit, profileve të larta, të krimit të organizuar, të administratës funksionale, zgjidhjes problemit të pronave, të medias, shoqërisë civile, të grupeve dhe kategorive të veçanta që janë probleme serioze të demokracisë tonë, dhe që dëshmojnë që neve nuk kemi arritur të ndërtojmë standardet dhe kriteret themelore për integrim, kjo është çështja e brendshme. Gjë për hir vërtet se kanë ndërtuar serbët. Po, ndërsa në çështjen që kam ngritur atje dhe që ju bëni pyetje me drejt, shtrohet vetëm një aspekt. Kontributi i shtetit në politikat e fqinjësisë mirë, kontributi një shteti për paqen dhe stabilitetin në rajonin ku ai ndodhet, që përbën kriteri politik, është një nga kriteret themelore të Bashkimit Evropian, dhe mënyra se si e ka konsideruar Bashkimi Evropian të kontribut. Të gjithë e dinë që shqiptarët, Shqipëria dhe shqiptarët, edhe këto 20 vjet kanë sakrifikuar shumë për ruajtjen e paqes stabilitetit. Neve milionit them diçka që është shumë e rëndë, por ne kemi patur në 1868 para traktatit Shën Stefanit 92.000 km2 territore homogjene banuara tërësisht nga shqiptarët, cep më cep. Si rezultat i politikave që u ndoqën ndaj shqiptarëve, vendi u katandis në 28.000 km2 në 13-ën, dhe tani pas afërsisht 100 vjetësh, bashkë me Kosovën ka arritur të 42.000 km2 hapësirë e lirë e shqiptarëve, duke lënë pas rreth 50.000 km2. Populli shqiptar është popull që ka lëshuar më shumë më terrene, popullsi dhe hapësira ekonomike në rajonin e Ballkanit në 150 vitet e fundit. Është ky arsyeja që është një moment për t'i thënë ndal këtij procesi. Neve kemi dhënë paqe, prodhu paqe në rajon. Neve kemi prodhu stabilitet permanent në rajon. Neve kemi sakrifikuar jashtëzakonisht shumë. Shqiptarët nuk kanë demonstruar asnjë element të politikave shovene ndaj fqinjve. Shqiptarët nuk kanë demonstruar asnjëherë politika fanatike nga pikpamja religjioze, se jemi popull multikonfesional. Nuk janë karakterizuar nga fobia ndaj popujve të tjerë dhe popujve fqinj. Këto janë kontribute të jashtëzakonshme që një popull i vogël u ka dhënë në mënyrë permanente Europës dhe kontinentin tonë, duke demonstruar vetveten dhe identitetin e vlerave të veta. Por mirish këto nuk janë rikthyer, nuk ka patur një feedback politik ndaj shqiptarëve në mënyrë konstante, permanente. Çështja e pranimit të Serbisë me statusin vend kandidat është një element pozitiv në vetë, sepse midis një Serbie nacionaliste, revanshiste, shovene, dhe një Serbie që shkon drejt bëjes në pranojnë variantin e dytë si rruga më mirë, më drejt, më demokratike. Por momentin se si u bë, faza në të cilën u pranua Serbia, kushtet që ajo në fakt nuk i ka përmbushur,
Në politikat e fqinjësisë, ajo nuk është politikë e fqinjësisë mirë. Në marrëdhëniet me Kosovën vazhdo të jetë vatër tensioni dhe konfliktualiteti permanent. Në zhvillimet të brendshme nuk ka zhvillime demokratike të qëndrueshme dhe konsistente. Në respektimin ndaj pakicave të brendshme, spakut ndaj pakicës shqiptare Presheve është jashtëzakonisht represive dhe injoruese. Pra këto tërësi bëjnë paketën e asaj që quhet political criteria, kriteri politik i anëtarësimit. Ky kriter u anashkalua në rastin e Serbisë. U anashkalua për hir të kujt? Për hir të një kompromisi të madh. Një gjë e tillë nuk është bërë për Kosovën. Në një kohë kur Kosova është vendi i varrezave masive, jo i monumenteve të car Llazarëve dhe të car Dushanëve dhe nacionalistëve serb. Është vendi i varrezave të Krushës së Madhe, është vendi i varrezave të Prekazit, është vendi i varrezave Raçakut. Çdo shtëpi është një monument varrezash historike dhe Bashkimi Evropian, politika e jashtme posaçërisht e Bashkimit Evropian, është treguar refraktare në këtë kompromis të madh. Por kjo është një por e madhe. Qëndrimi i Tiranës zyrtare, i politikës jashtme të Shqipërisë dhe i diplomacisë shqiptare, mendoj se vitet e fundit ka kaluar në tërheqje të plot. Është jashtëzakonisht mosveprues. Duke konsumuar shumë. Zoti Bashkurti, dhe në retrospektivë, dhe në tashme, dhe për një perspektivë, ju i referuat fakti që ne kemi qenë paqëdashës. Ka dhe një fjalë të urtë shqiptare që thotë qingji i mirë py dy nëna. Fakt, çdo qenie ka një nënë, nuk ka dy. E dyta mund të jetë njerëk. Fakti që ne kemi luajtur politikën, diplomacinë e qingjit të urqit pi dy nëna, mos e ka penalizuar dhe në rastin konkret. Ju jeni lexuesi rregullt i gjeopolitikës dhe i strategjive politike të rajonit. Serbia ka luajtur mirë, duhet ta pranojmë. Tashmë të gjithë e dinë që Kosovën e kanë të humbur. Megjithatë, me shkakun, me kauzën Kosovë, fituan të drejtën të qenurit kandidat. Kjo është diplomaci, apo gaboj? Sigurisht. Do të thotë që diplomacia shqiptare, ju i referuat Tiranës, nuk pas ka qenë funksionale, me filozofinë e saj qingjit urpi dy nëna, kur çdo qenie ka një nënë. Natyrisht, përdorimi i metaforave është shumë i vështirë për të përkthyer nga ndonjë termat diplomatik. Politika e jashtme e Shqipërisë dhe diplomacia e Tiranës ka qenë mjaft aktive deri në shpalljen e pavarësisë Kosovës. Edhe deri në zhvillimet dinamike 2001-shit në Maqedoni. Ka qenë jashtëzakonisht aktive në nivele lokale, nivele rajonale, nivele ndërkombëtare, në diplomacinë bilaterale, multilaterale, nivele politike, diplomatike, strategjike kështu me radhë. Përket pushtetit dhe smajtjes mund të gaboj kjo periudhë? Jo, i përfshin të dy periudat kjo, sepse periuda 91-2001 është një periudhë që ne kemi patur rotacione politike dhe në përgjithësi politika e jashtme ka qenë koherente në strategjinë e vet për të mbështetur aspiratën e shqiptarëve për liri dhe zhvillime demokratike. Ka detyrim kushtetues, ë? Po, ky detyrim kushtetues ka funksionuar mirë, mendoj unë, deri në atë periudhë dhe në fakt neve kemi treguar supremaci diplomatike ndaj Serbisë dhe ndaj politikave të saja. Ne arritëm madje të bëhemi sensibilizues të faktorit ndërkombëtar, të sensibilizojmë edhe NATO-n, edhe Aleancën, edhe fuqitë e tjera, që çështja shqiptare të konsiderohet, të rikonsiderohet dhe të riformatizohet ndryshe nga dimensionet që ka pas 13-ën. Por kjo nuk justifikohet me zhvillimet e viteve të fundit. Siç duket, angazhimi ynë politik shumë i madh me agjendën e brendshme, kriza permanente politike, krejtësisht e parashikuar, destabiliteti permanent politik, rikthimi i krizave për zgjedhje, mos funksionimi i parlamentit, mos arritja kompromiseve, mungesa dialogut e konsensusit, e ka përfshirë tërësisht Shqipërinë në agjendën e brendshme dhe kjo e ka zbehur rolin dhe ndikimin e Shqipërisë për mbështetjen e Kosovës në një kohë që Kosova është shtet shumë i ri, me struktura shumë fragile dhe ngelet për pas se si do të mund të funksionojnë në kohën që vijnë. Më shumë se kur faktori shqiptar në rajon ka nevojë për rolin edhe ndikimin e Tiranës, jo në kuptimin etnocentrist siç e ka pas Načertania Serbisë Madhe ose doktrina Venizelosit dhe apo e Megalides, por në kuptimin e ndikimit pozitiv si qendra kryesore e shtetit tradicional dhe kulturës së popullit shqiptar. Drejt, një dimension interesant, ju referuat disa projekteve antike serbe dhe greke. Fakt, roli i akademisë shkencave në rastin shqiptar, sipas mendimit tuaj, ka qenë funksional në mbështetjet politikës, po themi për të drejtën e kombit për të respektuar, për detyrimin kushtetues që ka Shqipëria ndaj bashkëdhetarëve të saj, ndaj bashkëkombave të saj në shtetet e tjera. Shikon, historia e themelimit të shtetit shqiptar dhe zhvillimit i është historia dhe kontributit akademikëve të mëdhej. Abdul Frashëri, Ismail Qemali, Fanoli, Konica, Luiç Gurakuqi, Adgjer Çfishta,
kanë qenë gjithë personalitet akademike të mëdha. Ne kemi në themel akademizmin në krijimin e shtetit. Gjithashtu Akademia e Shkencave të Shqipërisë ka luajtur rol shumë madh në shumë vite. Personalitete si Buda, Çabej, kanë qenë figura që kanë ndiku shumë në ndërgjegjjen kombëtare dhe qytetare, kulturore, shkencore të shqiptarëve. Po në këto 20 vitet e fundit, siç ka qenë kriza e institucioneve në tërësi, mund të them që një nga krizat më të thella është kriza e shkencave tona. Kriza e kulturës shqiptare dhe kriza e inteligjencës shqiptare. Kështu që neve pa hezitim mund të themi që ne nuk kemi një akademi shkencash, e cila të jetë qendra ku zihen mendimi shkencor alternativ, qendra e debatit, e studimeve, të ulumtimeve, vizibiliteteve, i analizave, i prognozave, i përpilimit strategjive, i mobilizimit resurseve intelektuale në Shqipëri, në Maqedoni, Kosovë, në diasporë. Ajo është katandisur tashti se mënyra e tillë se si është ndërtuar, thjesht është katandisur në një headquarter, thjesht në një qendër e drejtimit, por nuk është në thelb ma një institucion akademik me të gjitha institutet, agjensitë dhe qendrat e studimit të ulumtimit shkencor. Edhe më vjen keq shumë sepse albanologjia, shkencat historike, politikologjia, marrëdhëniet ndërkombëtare, diplomacia, drejta ndërkombëtare janë fusha që ne kemi më shumë nevojë se kurrë për të studiuar e ulumtuar, edhe për arsye se të kaluarën ata kanë qenë shumë monopole politike dhe ne kemi një vakum të theksuar. Duke referuar rastit Kosovës, ne sapo përmendëm faktin që Serbia, edhe për shkak të performancës së saj, po themi të arirë, le ta njohim armikun në gjitha kundërshtarin, se termi armik është çik i vjetruar, arriti tashmë një sukses. Dhe kjo u bën nëpërmjet një kompromisi për dikë historik të footnotës, e cila në një farë mënyrë sapo vjen, kalon koha, po sjell shqetësime në opinion bërje, në analizë, në politikë bërje. Sepse mund të jetë një rast i dytë i problematikës së diskutuar të emrit midis Greqisë dhe Maqedonisë, dhe kjo mund të ndodhë dhe të jetë handicap me afat gjatë në rastin e Kosovës. Si e gjykoni performancën e diplomacisë kosovare në këtë këndvështrim? Është shumë herët të flasish për një diplomaci të Kosovës. Po, për atë që është. Do të thënë, ajo që është zonja Edita Tahiri është gjithë kohën e saj, gjithë jetën e saj politike është marrë me politikën e jashtme, edhe kur ishte numri 2 i Ibrahim Rugova. Ajo është politika jashtme e Kosovës dhe aq më pak diplomacia e saj që është shumë e re, është në tentativë formimit edhe të konsolidimit të saj, duke pas parasysh që ka përballë një shtet të vjetër 150 vjeçar, me kanceleri të konsoliduara, me marrëdhënie ndërkombëtare të stabilizuara, me miliona libra të shkruara, të elaboruara në qarqe akademike, universitare, shkencore, me mirësi ndërkombëtare, me afiliacione kulturore të shumta dhe me strategji shumë të konsoliduar, kuptohet që Kosova në balancën diplomatike me Serbinë është mjaft larg. E vetmja gjatë që mund ta komplementojë, mund ta plotësojë relativisht këtë vakum të kapaciteteve diplomatike të Kosovës është kontributi i Shqipërisë, i shtetit shqiptar. Dhe neve unë gjithnjë kam menduar dhe mendoj se Shqipëria dhe Kosova duhet shkojnë drejt unifikimit të politikave në tërësi, të strategjisë së politikës jashtme, posaçërisht dhe të aksionit diplomatik në mënyrë të veçantë. Vetëm të dyja së bashku do të mund të balancojnë traditën e vjetër, kapacitetin, lidhjet, miqësinë dhe raportet që ka vendosur për më shumë se një shekull Serbia në komunitetin ndërkombëtar. Kjo lypet me qenë krejt e qartë, sepse duke vepruar veç e veç ne jemi shumë të dobët, duke vepruar mbi bazë një strategjie, mendoj se shndrohemi fuqi balancuese. Ju i referojnë një strategjie formale apo i referojnë nevojës së bashkimit? Ka tashmë organizime politike cilat flasin qartazi për bashkimin e Kosovës me Shqipëri, pavarësisht se nga koncepti i së drejtë ndërkombëtare duhet të rrjedhën dhe pak ujë. Pasi të arritë njihet në bën ndoshta është më e mundur një gjë e tillë. Si e gjykoni ju këto projekte politike? Këto projekte politike janë të gjitha për të përshëndetur. Shqipërisë i kanë munguar iniciativat atëtare, i kanë munguar në të veçantë gjatë tranzicionit fryma patriotike dhe mbrojtja e interesave kombëtare shqiptare, si parim themelor i politikës jashtme, aq sa mund thuhet që politika jashtme dhe diplomacia shpeshherë kanë shkolluar detyrimet kushtetuese që ka për çështjen kombëtare, për aspiratën shqiptar për bashkim dhe për mbrojtjen e shqiptarëve kudo në botë. Ne jemi vetëm një vend që kemi më shumë popullsi jashtë se brenda. Ne kemi në migracion 1.4 milion
qytetarë, të cilët janë të shpërfidhur nga politika për të marrë pjesë në votim, janë të anashkaluar nga çdo proces legjislativ vendimarrës në jetën shqiptare. Neve jemi vetëm në vend që jemi të rrethuar me shqiptarë gjithandej dhe kemi përgjegjësira shumë të mëdha për mbrojtjen e lirive të drejtave të tyre bazuar në instrumenta dhe akte konventa ndërkombëtare. Neve tani jemi 2 shtete të pavarura dhe sovrane dhe në bazë parimeve të Kombeve të Bashkuara mbi drejtat, përgjegjësitë dhe detyrat e shtetit, asnjë instrument juridik nuk mund të pengojë procesin e bashkimit të Shqipërisë me Kosovën. Ajo çfarë na pengon më së shumti është vetja jonë, sepse ne nuk përshëndrohemi dot në shtete funksionale. Kur arrihet të thuhet në Transparency International që 2 qeveritë më të korruptuara në Europë janë qeveria e Tiranës dhe e Kosovës, kjo është shumë e rrëdhimshme. Kjo do të thotë që politikat tona dhe leadershipet tona në përgjithësi janë shtruar leadershipet që nuk adresojnë çështjet kombëtare, çështjet shqiptare, çështjet e qytetarëve në tërësi, por janë shtruar në kasta, në klane dhe grupe interesi. Dhe kjo është pengesë shumë serioze, sepse ne po su bëm shtete funksionale, po s'ndërtuam demokraci reale, po s'mësuam me respektu shtetin ligjor, po nuk ndërtuam agjensitë e bashkëpunimit të brendshëm, po nuk integruam ekonomitë tona, po nuk bindëm veten tonë që jemi të aftë për të ndërtuar një shtet të madh demokratik dhe funksional. Po sa arritëm të bindim fëmijët tanë që një Shqipëri e tillë nuk është kërcënim për paqen dhe stabilitetin e tyre. Po sa arritëm të bindim faktorit ndërkombëtar, aleatët tanë, SBA-n, Bashkimin Evropian, se shqiptarët e bashkuar në Europën e Bashkuar janë po kaq paqësorë, kontributorë siç kanë qenë tërë historinë e tyre. Neve nuk mund ta realizojmë një projekt të tillë. Modeli i politikës aktuale edhe në Shqipëri dhe në Prishtinë është për të ardhur keq, por nuk shkon për nga projekti që dëshirojnë sipas sondazheve më shumë se 80% e shqiptarëve në Shqipëri dhe në Kosovë. Ne sot në këtë redaksi realizuam një sondazh vetëm para një ore, ku 61% e telefonuesve ishin pro këtij projekti dhe unë jo rastësisht e ndërtova në mënyrë provokuese, duke referuar burimeve mediatike jo shqiptare, të cilat her pas here sjellin në vëmendje të perëndimit projektin e Shqipërisë madhe, sigurisht për të trembur perëndimin dhe për të folur që shqiptarët mund të jenë destabilizues. Pjesa më e madhe e tyre ishin për bashkimin e shqiptarëve, por kishte nga ata të cilët në këndvështrimin tim ishin racional. E para thonin të bashkohemi mes vetit. Mjafton të referohemi rastit Maqedonisë, ku problematika beteja partijake është më e ashpër midis partive politike shqiptare se sa midis shqiptarëve dhe maqedonësve. Mjafton të referohemi rastit që ju e përmendët, artikuluar shumë drejt destabiliteti politik në Tiranë, për shkaqe interesash elektorale dhe partijake, dhe po kështu dhe në Kosovë. A mund të ta kalojmë këtë provim një herë dhe sipas prognozës tuaj, e kemi në kapacitetin për ta kaluar këtë provim midis vetit dhe pastaj të demonstrojmë që jemi të aftë për të ndërtuar një shtet, po i referohemi projektit natyral të Shqipërisë, i tekalon bashkimin e Shqipërisë me Kosovën, por këtit më të mundshme. Kjo është pyetje shumë e vështirë dhe komplekse, sepse mjerisht do të thënë që politikat tona zyrtare dhe leadershipet tona aktuale po demonstrojnë që nuk janë të dedikuar në agjendën shqiptare dhe nuk janë të dedikuar në agjendën europiane të integrimit. Kjo tashmë është një vërtet e pamohshme. Dhe unë pajtohem me ato 61% absolutisht të intervistuarve që neve kemi tëra mundësit, shansin historik për të realizuar bashkimin e 2 republikave shqiptare, por nuk mund të kundërshtoj edhe ato 39% që kanë ngrit një shqetësim shumë serios. Cili është shqetësimi serios? Edhe neve lypet të hymë nga ndonjëherë në çizmen e kundërshtarit, në veshjen e kundërshtarit ose të oponentëve tanë për të parë si mendojnë ato. A mundet ne të pajtohemi me krijimin e 2 republikave shqiptare me një formë të tillë qeverisje? A mundemi ne të pajtohemi me 2 republika shqiptare kur të ketë një konfliktualitet politik permanent 20 vjeçar? Mund të pajtohemi me një hapësirë të lirë 42.000 km2 që vidhen votat nga cepi me cep, që nuk funksionon parlamentarizmi, që korrupsioni është bërë dukuri e profileve më të larta të shtetit, që kultura mos në shkimit ka injoruar tërësi shtetin e së drejtës dhe respektimi e lirive drejtave themelore të qytetarëve, a mundemi ne të pajtohemi me një projekt të tillë kur vazhdon vendi të anatemohet si vendi i krimit të organizuar, korrupsionit dhe larjes parave? Kjo është një pyetje shumë e madhe. Dhe neve duke referuar eksperiencës Gjermanisë mund të themi që është demokracia që ngre kombin. Nuk janë nacionalizma që ngren demokracinë.
Dhe ajo që ne kemi nevojë në Shqipëri dhe në Kosovë është me të vërtet konsolidimi i parimeve themelore demokratike, si parime qeverisje, si parime parlamentare, si parime të së drejtës, si parime ekonomike, si parime qytetare. Dhe kjo është një shqetësim shumë i madh. Prandaj çështja e adetarizmit dhe projektit për bashkimin e dy republikave shqiptare është në radhë parë çështje e demonstrimit të kapacitetit ton për të ndërtuar shtete demokratike funksionale në Shqipëri dhe në Kosovë. Ju besoni që ne le të flasim për Tiranën? Tashmë kemi dy sfida politike, kemi sfidën e zgjedhjes presidentit të ri, i cili e ka ngritur debatin prej disa muajsh, edhe deri në zgjedhjen e tij me sa duket do të vazhdoj i ashpër edhe jo i qartë, dhe kemi zgjedhjen e 2013-s ku duhet marrim provimin më të rëndësishëm evropian të standardeve. Si e gjykoni rastin e Tiranës? Do ta arrijë këtë? Ne sot kemi pasur një konsult bile shumë të gjerë tek ambasadori danez me drejtorin për Europën dhe shumë ekspert të marrëdhënieve ndërkombëtare, të gjithë transmetuan këtë shqetësim. A do të mundet Shqipëria të respektoj kushtetutën e vet për zgjedhjen e presidentit, të respektoj ligjin për respektimin e votës së lirë, për garantuar më në fund zgjedhje të lira dhe të ndershme. Kjo është një pyetje shumë e rëndë tashmë, sepse ka 20 vjet që neve nuk po përmbyllim dot të tranzicion të vështirë dhe të dhimbshëm. Por mendimi i përgjithshëm në kësaj tryeze është që Bashkimi Evropian nuk do ta tolerojë më tutje dhe nuk përjashtohen edhe veprimet që mund të kenë kosto shumë të lartë për qeverinë, për klasën politike, por nuk përjashtohet kosto edhe për qytetarët. Duke pas parasysh që diplomacia i ka tëra llojet e masave, që nga presioni diplomatik deri tek ndërprerja marrëdhënie diplomatike ose ngrirja atyre deri te sanksionet dhe embargoja. Një elit do të jetë Bashkimi Evropian kaq unik në këtë qendrim, sepse Bashkimi Evropian nuk është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e cila i ka të unifikuar. Megjithatë, Bashkimi Evropian nga pikpamja parimeve demokratike shumë unik. Është organizatë jashtëzakonisht demokratike dhe në rastin e Shqipërisë, unë mendoj se kanë vepruar si një trojkë, BE, OSBE dhe SBA. Dhe ajo që neve kërkuam në grup në konsultimet të sotëm ishte që trojka të vazhdojë të funksionojë së bashku, trojka të jetë më e drejtë për drejtë në qëndrimet që mban ndaj Shqipërisë, të zhvishet nga ambiguitetet të lëvozhgat diplomatike me qëllim që të jepen mesazhe më të qarta dhe qytetarëve shqiptar. Dhe nëse thuhet për shembull që këto zgjedhje janë më të mira se ato të tjerat ose se këto zgjedhje ka patur fenomene manipulimi, është e nevojshme qytetarit shqiptar dhe politikës të thuhet këto zgjedhje nuk janë legjitime dhe përredhoj kjo nuk është qeveri legjitime. Dhe kur i thua që s'është qeveri legjitime, ne kemi përvojë historike që qeverinë e Fanolit nuk e njohu as Italia, as Greqia, as Jugoslavia, as Franca, as Britania, as Amerika, vetëm me arsyetimin juridik se kjo qeveri nuk është legjitime, nuk rrodhi nga rendi kushtetues i kohës, por u erdhi me rrugë revolucionare. Deri më sot ne nuk kemi pasur qëndrime kaq të prera, kaq jo ambige, kaq të drejtë për drejta nga trojka dhe tyreza sotme që ishte tyrezë shumë në nivelit lartë të ekspertëve, më të mirë që ka vendi dhe rajoni, pikërisht sugjeroi një qëndrim të tillë në qoftë se në Shqipëri do të shkelet kushtetuta lidhur me zgjedhjen e presidentit dhe me përgatitjen e zgjedhjeve të ardhshme që të jenë të lira dhe të ndershme. Dhe pyetja e fundit për sot, zoti Bashkurti, është nëse ju e gjykoni të marrë këtë provim, me që vinë dhe zëra që edhe Bashkimi Evropian edhe Trojka do të jetë më e qartë në pozicionimet e saj, në fakt për të qenë sinqert nuk ka qenë kurrë e qartë në rastet e zgjedhjeve, por dhe në rastet e të stabilitetit politik. Dhe nëse mund të bëhet me këtë skemë politike që kemi, apo mendoni se parti të reja do organizohen në rastin shqiptar dhe do sjellin një frymë të re që mund të ndryshojë në këtë aspekt? Mendoj se mund të funksionojnë të dyja janë pjesë e dinamikës, më thanë forcat kryesore që kanë një traditë mundet të gjejnë forca dhe burime të brendshme për të dalë nga kjo krizë e mbyllur, nga ky rreth i mbyllur, nga mungesa e dialogut, mungesa e kompromisit, mungesa e frymës konsensusit, nga shtrimi i parlamentit një shesh gladiatorësh, nga mohimi i gjithçkajet, nga ndarja bardhëzi i shoqërisë shqiptare, nga i polarizimi të skajshëm i jetës politike vertikalisht, horizontalisht, por mundet të ketë edhe dinamika të reja politike, të dalin edhe lëvizje tjera politike, të gjithashtu janë të mira ardhura nëse ato janë në shërbim të
një procesi që konsolidon parimet demokratike dhe nxit orientimin e Shqipërisë drejt integrimit evropian. Ju falenderoj zoti Bashkurti që ishit me mua dhe bët një interpretim mjaft racional të situatës politike, sigurisht nga optika e një diplomat. Diplomacia është e rëndësishme dhe ka qenë e munguar për fat keq në, po themi, eksperiencën politike të shtetit shqiptar. Faleminderit juve. Kënaqësi. Faleminderit dhe ju që ndetët me ne dhe dëgjuat interpretimin diplomatik të politikës shqiptare, jo brenda kufive vetëm, brenda kufive të shtetit shqiptar, po në rajon. Dhe sigurisht besoj që marrë dhe konsensusin e vetë diplomatit që do tjetër pasere në këtë studio. Faleminderit, me kënaqësi. Mirupafshim, nga unë Artur Nura, do të rishihemi në emisionet e ardhshme.